Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, pritshmëritë për tejkalimin e krizës politike nëse do të kemi një kryeministër të ri nga dita e hënë apo kriza do të vazhdojë. Për gjithë skenar do të flasim me zotin Sadria Mabaja. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Mirëmbrëma nga Korça. Faleminderit për ftesën. Faleminderit Me ju. befasi. Faleminderit. Profesor, mendoni që të hënën do kemi një qeveri të kristalt apo kriza do të vazhdojë? Të hënën do të kemi qartësi të kristalt, si që e përdorët ju shprehjen, se nga do të ecet, si pas skenarit të parë, që mendoj unë se do t'jetë më afërmendsh, që do të thotë se qeveria do të krijohet nga lëvizja vendosje dhe aleatet e saj, respektivisht do të kemi për atë qeverin Kurti 3, dhe relativisht shpejt, madje, për shkak se ky skenar, si pas gjykimit tim, i mundëson ajo vetë ta bëjë qeverinë bashkë me aleatet e saj brendshëm. Përkas në rast se do të kemi skenarin e dytë që do të detyrohet vetëvendosja, sepse bëhet fjalë si bartë se qeverisë prapë do të mbetet edhe në skenarin e dytë lëvizja vetëvendosje, por do të shtrëngohet të bëjë një koalicion me njërën nga partitë opozitare. Si pas gjykimit tim, do t'jetë partia e tretë e cila do t'jetë në parlament e përfaqësuar me një numër deputetësh të solid që i mundëson pastaj krijimi i një qeverie stabile. Madje që do të krijonte predispozitat që të zgjidhet pa probleme dhe presidenti, respektivisht presidentja e Republikës në fund të marsit apo fillim të prillit të vitit të ardhshëm. Profesor, po mund të ngriheni edhe pak. Po, e keni fjalën me PDK, LDK apo grup deputetësh ndoshta që mund dalin nga radhët e këtyre partive për ta votuar për të kaluar krizën, sepse nga PDK-ja, nga LDK-ja kemi pas deklarata së fundmi që ka vijat kuqe. Ndërkohë që PDK-ja i ka hequr në fakt, po këto deklarate të disa prej deputetëve të Lidhjes Demokratike parazgjithash ajo e ish kryeministrit Hoti, që është e vërteta e ndihmojnë homogenizimin e votuesve të Lidhjes Demokratike dhe e dobësojnë ndjeshëm vetë Lidhjen Demokratike, sepse do t'i krijojnë mundësinë pastaj që lëvizja vetëvendosje ta kaloj 45% nëse marrim në konsiderat skenarin më realist të mundshëm, e që do të thotë se do t'i ketë së paku 52 deputet vetë si lëvizje vetëvendosje. Por, gjithmonë po flasim me skenarin e dytë në rast se nuk do të ishte e mundur kjo, atëherë bëhet fjalë për partinë që do të pozicionohet në vendin e tretë, hiç zërave tekanjoz si ky i Hotit ose do një të ngjashëm. Nga dresa jo pa qëllim. Profesor, një mandat, një Kurti 3 i duhet më shumë Kosovës apo thjesht vendvendosjes për këtë vazhdimsi, sepse e kemi parë që në Kurti 2 konflikt me median, gjyqësorin, aleatët, opozitën po këto çështjet e konflikteve kam përshtypjen unë se kanë qenë paksa dhe të stisura nga mediat dhe nga kundërshtarët politik, por fitoria e lëvizjes vetëvendosje respektivisht qeveria Kurti 3 nuk i duhet, më së paku i duhet vetëvendosjes, më së shumti i duhet Kosovës por edhe kombit, sepse kemi të bëjmë me një markim të veçantë të historisë. Prej nga pastaj do të mund të ecet tutje drejt shndërrimit të kombit shqiptar në faktor të veçantë në rireshtimet e reja gjeopolitike që po ndodhin aktualisht. Prandaj ka nevojë për një qendër të fuqishme të vendimarrjes politike shqiptare. Për këtë, fitoria vetëvendosjes më 28 dhjetor është edhe fitore jo vetëm e Prishtinës, por edhe Tiranës. Profesor, për ta mbyllur me atë që ju thatë, pra geopolitikën, lëvizjet geostrategjike, kemi parë një dokument në fillim të dhjetorit të firmosur nga Trump. Ka mjaft detaje edhe për Kosovën aty, ndalohet shkëmbimi i territoreve,
procesi që po vazhdon duket që dialogu tani jo nga Brukseli, po do kaloj nga Washingtoni, që në fund të finalizohet sa më shpejt me njohjen. Po, dokumenti ndoshta më kryesorët i aprovuar, iniciuar nga një kongresmene demokrate dhe i mbështetur nga një kongresmen republikan, Ai ka pastaj bërë bashkë Senatin e Kongresit. që bëri bashkë edhe Senatin edhe Kongresin, dhe që u nënshkrua në fund nga presidenti amerikan, na rikthen në vitet 90 të shekullit të kaluar, kur u pozicionua qartë interesi strategjik kombëtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës për Evropën Juglindore me theks Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, Kosova zë vend qendror dhe pozicionimi i qartë lidhur me të ardhmen e saj, si pjesë integrale e botës euroatlantike, që e vë në theks dialogun me Serbin, por duke e rikthyer në vendin e vet domosdoshmërinë e njohjes reciproke, paqënshmërinë e integritetit territorial, njohjen reciproke gjithsesi në qendër, dhe që është me rëndësi heq nga diskutimi i koloareve antishqiptare idenë për në do të thosha të aneksimit të veriut në emër të shkëmbimit të territoreve, dhe në këtë kuadër sigurisht pozicionimit të ardhmës së qartë të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë në botën, në sferën e botës perëndimore. Ky është ndoshta dokumenti më i veçantë që përputhet plotësisht me interesat edhe të kombit tonë. Kur i lexuat këtë dokument, çfarë menduat për idenë tuaj që ne kemi diskutuar shumë herë për bashkimin shqiptar, kombëtar? Ç'është e vërteta, kjo sforcon idenë e Federatës Shqiptare që nuk cenon as kufijtë e jashtëm brenda Ballkanit Perëndimor, por në anën tjetër e forcon idenë e integrimit euroatlantik, sepse dy republikat shqiptare, duke qenë të integruara brenda Bashkimit Evropian, ato paraprakisht mund të kryejnë misionin e integrimit kombëtar, një bashkim modern nacional, larg petkut nacionalist të shekullit 19, por që korrigjon në mënyrë të ndjeshme padrejtinë historike që ja është bërë shqiptarëve. Duke uruar ta kaloni mirë koç, profesor, të falenderoj shumë për analizën. Lutem, mirupafshim, gjithë mirat.